Zoti kryetar I Kuvendit e dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm I përsëritur nga I njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë son, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike për ta parë Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sa I përket këtij sulmi sot, zoti kryetari I Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit të Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë vendimin e tyre se një prej arsyeve të shpalljes non grata të zotrisë janë sulmet e përsëritura kundër ambasadorëve. Sa I përket çështjeve që u thanë. Zotria sapo gënjeu publikisht. Të gjitha, zoti kryetar, kam një zotri këtu, del për jashta ose unë s'kam mundësi të flas. Domethënë, ky zhurma këtu, jo, ne s'folim asnjë kur foli ai. Tani s'folim. Mos pengoni folsin. Tani, zoti Balliu. Të gjithçka që dëgjuat nuk I referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin I votuar në vitin 2010 dhe që mban firmën e zotit Sali Berisha. Ja ku e kam ligjin këtu dhe hajde lexoj. Ju ftoj dhe ju sfidoj publikisht ta lexojmë ligjin këtu. Dhe mere lexoj ligjin. Dhe e keni votuar në 2010 me firmën e Sali Berishës. Sa I përket ligjit për cilën flasëm. Zonja dhe zotrin qytetar shqiptar, motra dhe vlezër, burra dhe gra të këtij vendit. Në ligj sanksionohet qartë si gjini, në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Dhe kjo është rregulluar edhe me amendamentin e propozuar prej meje dhe 2 kolegëve tjerë. Edhe për këtë amendament që gjoja u kundërshtoka, informoj publikun shqiptar dhe gjithë ata që na ndjekin që do ta nxirri lakurish atë që gënjen sot, është Konventa e Stambollit, e ratifikuar nga Shqipëria, e firmosur nga Sali Berisha në vitin 2011 dhe ratifikuar nga ky kuvend në vitin 2012. Ratifikimi I ndodhur këtu në parlament, një sekond, e kam votuar edhe unë, se nuk jam unë Bullacak, por jam ai që ka mbajtur të njëjtin qëndrim mbajtur sot. Politizimi I kësaj çështje nuk ka as pak të bëjë me këtë ligj. Në këtë ligj, zonja zotri, motra dhe vlezër, burra dhe gra të këtij vendi, thuhet qartë që në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë më gratë që të paguhen më pak se burrat për shkak se janë gra. Por gratë dhe burrat e këtij vendi do paguhen gjithë një lloj. Dhe është qëndrimi I kësaj shumice parlamentare, që sot kemi shumë gra në këtë parlament se sa të kishim 2005-ën, është qëndrimi I kësaj shumice që sot kemi numrin më të madh të vajzave dhe grave të nderuara në këtë sallë që nga viti 1920 dhe që synimi jon është të shkojmë një ditë që në këtë sallë kemi 70 burra dhe 70 gra. Ky është angazhimi ynë dhe ne do ta arrijmë këtë sepse e kemi arritur në Këshillat Bashkiake dhe do ta arrijmë edhe në parlament.
Ky që del sot kundër këtu, është kundër barazis gjinore në Republikën e Shqipërisë. Ky është kundër grave në parlament, ky është kundër grave në Këshilla Bashkiake. Sa i përket namusit, o namusjar,